fat keq pra për shumë vite argjojmë energji në segmentet etnike. Unë kuptoj fazën fillestare, por tani si duket ajo shërben për mbulesje mungesës ofertave konkrete rend pa zhvillimore, të zhvillimit ekonomisë, të zhvillimit demokracisë, drejtave njerëzore, të funksionimit sistemit. Pra këtu kemi një handicap serioz. Kështu që Shqipëria e cila ka startu pra me një pozicion shumë ma dobët, ajo është duke na kaluar për fat mirë. Pra, unë mbyllën këto zgjedhje, por nuk mbeti diçka në memorie, një ofertë, një produkt, qoftë nga njëra palë apo tjetra. Të hënën u rikthyem aty ku ishim të premten, pra në hadhet problemet që vazhdojnë. Për fat keq kësaj radhe pra e luajmë sikur edhe lojën e djallit, pra. Sikur bëjmë koalicion pra me djallin, pra një parti shqiptare cila pjesë e pushtetit, dhe ati pushteti cili ka ardhur me një nacionalizëm jashtëzakonisht ashpër dhe është i njohur me atë nacionalizëm, fjala për partinë VMRO DPMN, pra, dhe ajo synon që të ketë në thundra dhe në hipotek partitë cilët e kanë vështirë se mund ta kenë apo të thirrën në legitimitetin e popullit, sepse aktualisht nga 27 shqiptarë që janë deputet, vetëm 7 janë antarë të koalicionit qeveritar, pra që nuk kupton se larg nga ajo që të gëzon legitimitet dhe kredibilitet qeveria. Kështu që ajo strukturë, pra e partisë VMRO synon që me çdo kush që artificialisht ta ngrit pozicionin një partie shqiptare që ta ketë mandej si më të dëgjueshme në proceset më të tjeshme që në esencë do të prodhoj tensione shtesë pra ndëretnike në Maqedoni. Pra, për ta vazhduar këtu ku ju e latë, do prodhoj tensione shtesë në vazhdim kjo situatë aktuale, pra kjo status quo. Pa dilemë se po, sepse krijohet një polarizim brenda shqiptar, pra, një strukturë e cila me çdo kush vazhdon të jetë pjesë e pushtetit pa dallim legitimitetit dhe kredibilitetit, madje atë e manifeston me një farë arrogance që as pak nuk është mirë, dhe pjesa tjetër e cila nuk është e gatshme gjatë kohët ta toleron këtë situatë. Dhe ta shohim me gjithë kjo si do të shkojë, por çdo logjike shundosh shon atë që duhet të gjithë të ulemi në suazat të asaj që është racionale, që është e mundshme, e lejueshme, bile drejtë dhe e kuptueshme. Zoti Biladhi, Ali Ahmeti nuk arriti ta kuptonte ku ishte fundi i tij, apo e shkroi vetë këtë situatë, apo ajo që thatë ju pak më lart, pra është VMRO-ja me nacionalizmin e thellë dhe të fortë që e kthej Mickovski edhe në personale duke e nxjerrë jashtë loje totalisht. Apo në fundit ishte vleni më mirë? Mendoj që se marrim kuantitumin e numrit të përgjithshëm të votave, pra që është fjala për këshillat apo kuvende, si që popullore. Po, vota popullore, pra realisht dikun prap të i kalimi janë afër 40.000 vota dallim, edhe pse kur është pyetje zgjedhja e kryetarit komunës, aty kemi divergjenca sepse atë ka ndihmu partia tjetër, VMRO DPM përmes votave të saj. Pra, sa u përket votave popullore të këshillave, ajo VMRO-ja nuk ka qenë e gatshme që t'u jep tipe, sepse ato i nevojiten vetë asaj. Por në ato pjesë ku e di se nuk mund ta fiton kryetarin e komunës, atë me shumë dëshirë voton për partnerin e koalicionit, i cili për fat keq pra ka handicapet e saj serioze dhe mund të prodhon pasoja jo të mira. Pra, për komunat shqiptare vendosen Maqedonas.